Përshëndetje të nderuar miq. Paqja e Zotit qoftë mbi ju. Assalamu alaikum kudo që jeni në çdo cep të Kosovës, të trojeve shqiptare dhe të botës. Kam nderin të ju njoftojmë se për hir të këtyre 10 ditëve të bekuara të muajit Dhul-Hijje, muajit të Haxhit, që janë përmendur në Kur'an, kemi vendosur që ta bëjmë një aksion lidhur me tubimin e fondacionit, pra të parave tuaja që do t'i dërgoni për ne, që ne të jemi në shërbim të juajin që të therim kurban për antarët e familjes suaj, që Zoti t'i ruaj për 1 vjet nga të gjitha fatkeqësitë dhe të mos derdhet gjaku i tyre, qoftë edhe një pikë, të na ruaj nga sëmundjet, nga të këqijat, nga msyshi, nga magjit, nga gjitha të këqija që mundin me ekzistu. Prandaj, ju njoftojmë se deri tash kemi tubuar 10 kurban. Një kurban kushton 150 deri 180 euro, çka është më e mira se ne do të bashkëpunojmë me një shoqatë turke, të cilët kanë fëmijë të varfër të gjithë Kosovës dhe për ta kujdesen, dhe pastaj këto para ju që i qoni 150 dhe 180, në atë shoqatë do t'i prejmë kurbanët. Dhe gjithashtu një mirë e kësaj është që përmes postës 1/3 e kurbanit do t'ja bijem juve në shtëpitë e juja, përmes postës pra. Prandaj, ata që duan të presin kurban dhe janë në diaspor, dëshirojnë ta gëzojnë nanën edhe babën e vet me mish kurbani, mund t'i dërgoni pra 150 deri 180 euro plus një 10 euro për m'ju dërgu deri në shtëpiat e juaja atë mishin, pra jo tër kurbanin, po 1/3 e kurbanit i takon familjarëve tuaj. Mos harroni, më thirrni, në realitet më shkruani në WhatsApp tek numri im personal 044 509 200. Të bëjmë diçka të bukur për prindërit tanë, të cilët ndoshta janë të vetmuar, të bëjmë diçka të bukur për fëmijët e juaj të cilët ndoshta janë të atakuar me lloj-lloj rreziqe të jetës. Prandaj të derdhim gjakun e kurbanit si sakrificë, jo që ne duam ta marrim mishin e tyre, por ashtu Zoti e ka bërë që ta japim gjakun e kurbanit, që Zoti të na ruaj mos të bëhet gjakderdhje, mos të bëhen smuje, mos të bëhen gjëra të padëshirueshme në shtëpitë tona. Ju lutem, sa më shpejt që keni vendosur, më kontaktoni 044 509 200. Pra, ne ju prejmë kurbanin, ju paketojmë dhe 1/3 e kurbanit ja dërgojmë në për shtëpijat tuaja. Mundohemi para orës 12 në mënyrë që dreka me uzi në orën 3-4. Por nëse nuk arrim, sepse është numri shumë mjaftueshëm, elhamdulillah, fal Zotit, atëherë ditën e dytë ju sigurojmë se me mish kurbani keni me fillu festën e Bajramit. Edhe një gjë duhet ja tregojmë. Kur e hani mishin e kurbanit, duhet me hangër një pjesë, qoftë edhe një fëmijë të vogël, ja fërgojmë pak mish edhe atë langun ja japim fëmijës të vogël që është bo sebeb, është bo një jetë për atë fëmijë, për atë familje. Prandaj, kur bëhet një jetë për diçka, duhet që esull, pa qit as një çaj, as kafe, as kur gjon lukthin e juj, ju duhet me ngran mishin e kurbanit, ashtu vetëm në barkun bosh, pra thatë, pa ushqime tjera, s'paku një kafshat, s'paku një pjesë i mishit kurbanit, bismillah, ja Allah, me na rujt Zoti për të kësijave, edhe ai mishi kurbanit që është bo një jetë për me ta rujt shëndetin tanë, familjes tande, me shku në lukthin tanë të zbrazët. Unë e kështu di, po ju që dini ma mirë, urnoni tregoni. Esselamu alaikum, po presim nga ju që t'i gëzojmë shumë fukara, jetim,
nxënës të cilët mësojnë për fenë e Allahut, për moralin e shoqërisë, fëmijët të cilët kanë nevojë që ju t'i gëzoni, por nëse ju e gëzoni një të varfër, gëzimet nuk do t'ju mungojnë, sepse Allahu do t'ju shikoj me një sy të dashurisë. Dhe çka thot Zoti? Kur më donë robi im, çka sheh syni im ka me pa syni ti, çka prek dora ime ka me prek dora ti. Mos më keq kuptoni, Zoti nuk ka sy, nuk ka dorë, po kjo është në mënyrë figurative. Prandaj, t'i gëzojmë jetimat, t'i gëzojmë të varfërit në mënyrë ma moderne, në mënyrë ma të bukur, duke mos i turpruar me video, me fotografi e tjera, dhe të presim shpërblimin prej teje, o Allah. Assalamu alaikum.